Juela? Ledian, faleminderit për gjithë këto klipe, sepse realisht të montuara në këtë mënyrë nuk e di si duket, por unë do ta shpjegoj në këtë mënyrë si ka lindur Takria në lojë mes me dhe Rogertit. Unë Rogertin e kam pa një person me të cilin më ka ecë muhabeti, e shoh realisht si një vëlla të madh në këtë lojë, nuk ka asnjë lloj kimie mes me dhe Rogertit që shkon përtej mendimeve që ne ndajmë për lojën, strategji për loje. Unë jam një person i dashur, kam përqafu shumë njerëz të në këtë shtëpi, nuk e kam problem fare ta pranoj, dhe unë e përqafoj Rogertin, Rogerti më përqafon mu, nuk ka asnjë lloj kimie mes meje dhe Rogertin. Përveç se një lojë dhe unë përfitoj nga rasti dhe respektoj Rogertin. Loja ime dashur nuk krahasohet me lojën tënde. Unë jam Juela Nikolli, me që e shërboj Kimbo, dhe unë nuk kam asnjë lloj kimie dhe pëlqim përveç se loja. Unë dhe Rogerti jemi dy shok. Juela, kur ti thua nuk kam asnjë lloj kimie, ke parasysh që nuk ke asnjë lloj pëlqimi romantik për Rogertin, a? Për këtë e ke? Patjetër. Po Rogerti për ty? Unë mendoj që jo. Ti mendoj që jo. Pra, batuta që thot, batuta që thot, po të mos isha i martuar, Juela? Atëherë, kur më ka thënë që po mos isha i martuar, unë Juela me ty do kisha tentu, unë i kam thënë shqyqyr që je i martuar, pra, se jam i bukur më shoku. Ja ka thënë dhe prikenës. Pra, shqyqyr që je i martuar sepse do të pëlqente. Po normal o vlla, pse? Çfarë problemi ka? Duke mi keshur dy Ledion. Nuk është tipi mashkulli që më pëlqen. Që ta sqaroj sepse. Ja ta sqaroj unë mami. Kjo është, ha Rogert, ma sqaroj. Atëherë, unë gjithmonë këtë lojë e kam parë kështu, këto story të Roze. Në qoftë se është një story që ta krijojnë tjertë, bjeri fort edhe luja atë rol. Po jo duke kalu limitet. Unë si bomb, unë si Rogert, që t'jeni të pastër, po mos t'isha i martum, Juela do ishte në tipet e mia, sepse është një vajzë e respektueshme shqiptare që kena nevojë. E kuptut shumë mirë. Atëherë, nëse ju keni pa ndaj gjatë që lën me dyshu që kjo me mirin kanë pas pëlqim, bravo, Duart Orkitje për vajzën shqiptare. Paralaci, atëherë, kena pastër, unë në qofse e kam pa Juelën, e kam pa si një motër, e kam pa si një gocë fort, dhe në fakt, unë në këtë loj, me kockat për Juelën, pik! Selim, si të është dukur ty? Gjeloze! Ja, një mashkull, një vejmar, versionin njëri tjetrin, gjinit të ndryshme të degeneruar të dy. Ajo qot akuzon një vajzë tjetër, dhe ja kam thënë kur se kam akuzuar, edhe kur bëjë rolin e budallaqes që nuk e kuptoj që sejnë apo shkret e pëlqim, edhe kur senatu të mbajti 2 javë shumë shpi, s'ka shku kurti te Juela po përfiton po bëllojnë e meshkuve, edhe shikon qa bën aty, unë për një veprim që kam qënë e shtrirë këtu, edhe mirë ka qënë këtu, unë akuzova, më lërë flash, apo s'pëlqen, më lërë flash, apo s'pëlqen, unë akuzova si unë lejoj mirë, fokoj kokën dhe kofshët e mija, nërkohë te klipi, Juela, Rogert, një moment. Juela sipër, do akuzoj një person tjetër dhe sisin gjëra të tepërta të tipi që unë pas ka ndjenja për mirin për të njëjta veprime, ndoshta dhe më të tepruar që këto i bëjmë njëri tjetrin. Gimbo, dua të dëgjoj Gimbon. Jo, një sekond, Juela, se ju dëgjova, do dëgjoj banorët dhe më pas nëse keni një kundërpërgjigje në fund. Shqyqyr edhe më t'je kum pri qatë klip me dolë që më kom prezent vetë çka kanë full këta dy, ky burri martum që do të mjallë morë edhe asoj që edin që kjo është i martum hala ma morë për të. Unë e kum një me veshtëmi, të i thonë, kjo këtina shqyqyr që i martum se di qa kësha po unë ty. Kur kë, quët ky zët mija, ja bëni thët, mos tuj mos shtu se kujt vjen gruja jame këtu, dy një bo një ring, ty me grum teme, cina pun fitoni mua. Qarë, ti Gimbo mendon se kanë një pëlqim për njëri tjetrin, po nuk kanë një djenë, na mjanë guzë këto këtina, atina të fik t'i vjenë në djenë. Vishmak, këj ka ndru, Juela i ka ndru 4 karaktere resht për 2 muj. Ka
karakterin e parë me Sendën, karakterin e dytë me Stenaldën, më faktikisht fal me Mateon, këshe unë tash ti po du m'ju boj juve bashk, po kom zili për juve shumë. Tjetrin ka bo me Stenaldën, o për kujdes për tokun që i ke mire selsh me vojzën e neshme, vojzë që shduhet. Mas këtina o bo me Helmin, e ka bo si vetën, tash ti si vetën, jo vojzë e fush shqiptare, vojzë e fush shqiptare, së është ajo që rrën ashtu. Edhe më vjen shumë keq, që ju i la, është një nga ato femna, që s'ka gjohë keqe që i thët një qike, kurse për veti. Dua të t'igjoj pat Malin, ju lutem me radhë, Mali, Rogert, Juela, Rogert, Juela me radhë, Mali. Kjo pjesa ku thot Rogerti që për lojë, jëm të e bo këtë pjesë për lojë, nuk është Rogert, të gjota, shoj, kjo është vetëm një justifikim. Rogert, një moment të mbaroj mendimin Malin. Kjo është vetëm një justifikim, kjo është diska reale me që vetë. Me thonë dikush këtu që e ka shit një shpjem shumë të madhë. Këto ato të vish për një person që e ka një përqend madhë. Nuk kuptoj ka herë që fu, man. A jetu më këtë mund? Me thonë dikush një diska që e ku shit një shpjem të madhë. Apo në gjoma, të në gjumë. Me thonë që e ku shit një shpjem të madhë. Kjo vetëm një gjonë në kuptoj. Që ka një përqend të madhë da keja. Po tërë të djarë të dyve, për arsye se vetë e keni ato. Po shujta, Tur të një artë të dyve, se dëti keni akuzuar Seline edhe mire për Qosene, tur dhe aty, po ta shirë të bëllë jëtë një vinsen, me një burë martum, Juela, me një burë se martum, qarë qmimi kërshim? Qarë qmimi kërshim? Vetëm që ju të komentoni pra. Cili janë qmimi? Okej, Stenaldo, ti e ke komentuar këtë me sa bueret, e gjove besoj edhe komentin e Juelës për ty edhe kur po diskuton të me Rogertin, në? Dion, as një gjë nga këto që dhe ti nuk t'i gjova. Atere, po thoja, në një moment të kishin përmëndur edhe ty, Juela dhe Rogerti. Po, frika mos ishte dashuru Juela me mua. Jo, ti e dashuru me Juela. Ti. Edhe ajo pjesa e puthjes, mos në një shpi me kash. Mos e puth se dalu nga shtja. O, Juela dhe Rogerti, po prisni more të t'i gjojmë, Stenaldo. Qasja e Juelës në shtëpi është një transformim total i një personi në një vegël, në një instrument Rogertit, në rrethanat e atyre të dyve, si s'ka ndjenja, fakti që e sjellin situata në këtë pikë, tregon nevojën e të dyve për ta shfrytzuar njëri tjetrin, po veçanërisht Rogerti Juelën në maksimum. Ti është ta shtrydhat vajzë në maksimum. Të luajë edhe ai kartën e dashurisë, siç bëri Miri me Selinën. S'ka patur ndjenja kurrë, kanë qartësuar me 10 herë. Juela, të pyes, ti ke hyrë në Big Brother dhe e ke theksuar disa herë për të ndihmuar karrierën tënde muzikore, apo jo? Po. E vret në njerë mëndjen duke i qëndruar kaq besnike Rogertit edhe kësaj loje që në ca momente mund të bëhet shumë agresive për imazhin që mund të lësh dhe që mund të kthehet në bumerang, e mendon ndonjëherë këtë? Sepse kur ti thua që çfarë çmimi kam paguar unë për të qenë afër Rogertit, por njëkohësisht pohon sot që jo, ne nuk kemi asnjë lloj pëlqimi romantik me njëri tjetrin, atëherë më bën të mendoj që bëhet fjalë për çmimin e të qenit në presion të vazhdueshëm për shkak se je aleatja e Rogertit. Po, patjetër Ledion, çmimi është fiks, sakrifica që ti do të paguash në thonjza për të qenë një person. Unë për shembull në lojë kam parë veten më mirë një person që provokon, sulmon, por pa nxjerr domethën limitet. Loja ime nuk ka të bëj as me limitet, as të prek familjarët, as të ofendoj në moral. Kur se për ndryshe do të kishin dalë. Në qoftë se është ngrit tonaliteti zërit tim, që më bën të rezultoj mbase më impulsive, më agresive, mund ta garantoj Ledion që kjo nuk besoj ka të bëj me karrierën time muzikore jashtë, sepse unë jam një person, këtu jam në lojë dhe do më takoj mua për të dalë jashtë, të tregoj kush është Juela e vërtet. Unë jam Juela e vërtet këtu, por dinamikat janë shumë të egra dhe unë jam një person që nuk kam frikë ti përballem debatit, ta çoj debatin deri në fund, të luftoj për ato që dua, ta mbroj ato që dua. Nuk e kam përshtatje turpi, më nuk është verdi. Kemi patur një farë. Pyetja është ai do toni mashi kjo Juel, kjo Rogerta. Dua të dëgjoj pak edhe Mirin.
Mirë, ja ta shohim. Unë të ko kam qenë shumë pranë. Një sekundë se po flisim në kor, banor, po flisim në kor, mirë. Kam qenë shumë pranë raportit që kanë pas këta të dy, edhe e kam parë me vëmendje dhe unë, opinioni im është që këta të dy kanë një raport, po na le të flasim më burr, Opinioni im për këtë marrëdhënie është një marrëdhënie shumë e sinqertë, shumë shoqërore, ndoshta deri në vetë sakrifikim për të qenë bashkë deri në maksimum. Miri, a mendon Miri se po kopjojnë? Nuk të dëgjoj. Një sekond, banor, ju lutem se... Nuk të dëgjoj fare. Nuk e di pse nisi kjo ditë vere kështu, aman mos e... Nuk të dëgjoj fare. Është ditë vere, më burr, është ditë vere, çeluni pak. Çeluni se kanë çelur lulet jashtë. Marrëdhënie shumë të sinqertë shoqërore. Pyetje, Miri. Shumë të fortë. Miri, pyetje. Po. A mendon se po të këpjojnë marrëdhënien që ti ke patur me Selina të prëmë? Jo. Arbër. Tani, Arbër. unë kam... Një sekund. Kam... Nëse, ja ta them... A, do e zgjasësh, mendova se the thjesht jo. Thash jo, sepse nëse këta po kopjojnë diçka, po kopjojnë lojën që kam pasur unë me... Lojën që kam pasur unë me Selin të Selin që ta thot argumente. Shoqërore për të qenë të dy deri në finale me njëri tjetrin. Po, a këtë pra të pyeta, pra po? Jo romantike. S'ka lidhje. Po, unë nuk thash romantike. Po mirë, ku e përmenda fjale romantike? Romantike në futet ti, unë pyeta. Jo, se i keqit të këto. Edhe njerë, Miri, se unë jam... Miri... Po nuk të dëgjoj, o le dio fare. Atere përqëndrohë të unë, Miri. Nuk të dëgjoj se kanë senatët e vishë. Më ngrini pak audion time atu ju lutem. Miri. Po, mëse po flasun, si mundë. Miri. Po. Kur unë flas... Po një sekund, o mal. Kur unë flas, jam shumë i kujdesshëm me fjalë. Okej, atëherë në rregull, jo. Dhe kur bëj një pyetje, e bëj atë pyetjen ashtu siç pyetja duhet bërë. Dhe nuk kam asnjë lloj insinuate karshi asnjërit prej jush. Sepse që ta dini të gjithë juve aty brenda dhe ata që e din mirë se kanë dalë jashtë, ju dua të gjithëve njësoj. Gishtat e dorës dëmbin njësoj. Rregull. Jam dakord. Arbër. Ledion, unë mendoj që nga ana e Juelës ka një pëlqim për Rogertin. Sepse gjatë... Disha se isha agenti i... Po lëre ta mbaroj o Rogert, është mendimi ti lëre. Jemi knaq këtë vit, njëri thotë kam motor, tjetri thotë kam gocë. Kështu që unë nuk i besoj këto gënjeshtrat e këtyre për t'i dhënë drejt vetes vet. Është viti. Mund të besoj Rogertin që thotë që nuk kam gjë me Juelën, por mënyra se si Juela përkujdeset për Rogertin, për mua ka një lloj flirti gjatë të gjithë kohës. Po jo, pra Juela tani se Miri të tha, o Juela, Miri të tha në klip, na përqafo dhe ne, se jemi dhe ne këtu, ti the jo, përqafoj vetëm Rogertin, ha tani drejt që e mori. Se më duke në njerës të përduhet të fitoj gjëra që i pam para 5 minutash. Për hir të... Më fal. Stop, Juela Arbri, po vazhdo në vërtetës, klipi ishte i shkurtër, sepse ka akoma dhe më gjatë, ku po ta shikosh me vëmendje, kupton që Juela nuk ka vetëm hallin e lojës vetë brenda shtëpisë apo rrugtimit, po ka dhe hallin e Rogertit, sepse është shumë e vëmendshme gjatë gjithë kohës për të parë ç'a bën, si është, a do makarona, s'do makarona, pra është një lloj marrëdhënie, për kujdesje më tej. Tani mund t'i bëj një pyetje të lutem për shembull Gretës. Gretës, bëj një pyetje, po. Gretës, po. Po. Të lutem, mund të më thuash dy situata që ju i shihni më mirë se jeni brenda shtëpisë ku ke parë këtë kimin e këtyre dyve? Po,
të pjesa e trëndafilave. Qa ke Rogert më sumërzit se dhe ty t'pyta radhën si ka edhe pjesa e tualeteve nuk u dha në klip, por unë i pash, ishin gati në gjitë, Juela po i tregonte trupin, do me thonë edhe tha si të dukam edhe Rogerti po e komentonte dhe po qeshte, kishin një lloj. E si i duke? Shumë i bukur, tha, je shumë mirë, je shëndoshur, pak je yll, kështu. Edhe në komplimente pak të... Te pjesa e trëndafilave ka me faktin që a hithe petale dhe pastron. Ani, kur thuaj që nëse s'do ishe i martuar, atëre tregon që ti ndjen diçka, por je duke e përmbajt vetën sepse duhet ta përmbajë. Të njëjtin mendim që ajo kishte për Mirin disa ditë më përpara. Po, e njëjta gjë. Monika. Uja zorin, këtyre që të flasë. Ja, do t'ja ullum. O, Juela, qa po thua, një sekund. E kuptuam një. Kështu thoni gjithë ju, po puna është që ne si jemi të detyruar t'ju besojmë juve. E kupton? Qartë, Monika. Po sigurisht që imi është, pse i kujtësh? Unë s'flas për opinionin e Monikës, për timi flas. Stop, Monika. Unë për veten time me atë klip që pash, u skandalizova. Është vështirë të skandalizohesh ti. Se, Mona? Se? Nuk ndodh do me. Se? Po, gjitha i Rogerti Egër, luftarak që s'le laf pa thonë i shkëlqen në sytë më kur shifte jo Ela nuk e ti. Hajde merë vesh ti tani për gjë. Ja më thuj ti mua. Pra, jepja dhe njerë videoklipit, po vejni gjysë më vejni si bërtiste, qëfar i tha, Miri ti tha in qest, gjithë ju përmendi shpite, babalarët e nonën e vlavin gjajën, gjyshit, ke Juela mo, por i më shumë me Juela më vla, të të shofi ma shu, të qeshur, të but, gentil, elegant, se delë si mostër në televizor. Ri vetëm me Juela se je tregon një ndjenjë dashurie që nuk e kemi parë. Po, do e rrisë barometrin. Ka i gjë, se për shembull, mua më vjen mirë që edhe Mona ka nisur që ti të lutem. Jo, më vjen mirë që edhe Mona ka filluar të shofi shkëlqimin e syve. Kupton se... A e pesi bëndë më pa, gjitha, po, se shkëlqimi ka filloj vonë. Vetëm se është pak vonë, se syt kanë filluar të shkëlqejnë disa të tjerë më përpara. Do që me kanë qënë ditën e para, atëherë më shifë që spektakl. Shifë që 2 kërvata, nuk i dishe. Qa spektakl do shikonim Rogert nëse do ishe futur që ditën e parë? Mund shifë që 2 kërvata, loj perfekt. 2 krevat, a manë mërë neve 1 krevat edhe në plasi buza, jo më me 2. Okej, tanim, dua që të bëhemi se digjuam në fillim të mbrëmjes që Ballokume vllai madh nuk u ka sjell, por nuk do t'ju lër pa Ballokume dhe ardhja e Ballokumeve brenda shtëpisë së Big Brother do të varet nga Selin dhe Gimbo. E janë me mua në obor. Super, sot që mua të mbën kostume.